Një pyetje për kampin tjetër. Është njeriu I cili ka në dorë të gjitha pushtetet, ka nën komand partinë më të madhe dhe jo vetëm kaqe, por edhe një makinë elektorale të frikshme. A vjen ai momenti që I shkërmoqet pushteti, ka ardhur në këtë moment, apo po përpiqet ta mbaj? Jo më larg se dje ju largua një deputete pa ngjyrë, pa identitet, në fakt po nejse. Po I vjen momenti I shkërmoqjes, apo do jetë një gjendje ta frenoj? Rasti PS-s me fenomenin e vetë Ramës ka një... Edhe kjo do çojë në një shturje të PS-s përfundimtare. Ka një dallim nga çfarë njohim ne nga rastet e tjera politike në Shqipëri. Rama I shtoi PS-s që në zgjedhjet e para në 2000 kur doli kandidat I shtoi gati 9%. Do të thënë Partia Socialiste e fitoi vetëm me një mandat më shumë Këshillin Bashkiak të 2000-s. Një mandat më shumë kishte. Dhe por Rama kishte shumë më tepër vota. Madje edhe kur ka fituar përballë Oldashit në Espast, PS-ja kishte më pak vota plus krahasuar PD-s, sesa kishte Rama përballë Oldashit. Pa kishte njerëz që kishin votuar PD-n si partinë e Ramës. Këtë fenomen ne nuk e kuptuam në PD. Nuk e kuptuam që ai po bëi pëlqyer për një pjesë tjetër, shumë të vogël, 2-3%, që mund të ishin potencialisht votuesit tan, ndonjëherë dhe mund të votonin, por që pëlqenin diçka ndryshe atje. Dhe Rama talentin e tij kishte ke artifici. Rama krijonte ngjarje dhe kjo neomalsoria artifici ishte. Po, si fenomen politik. Po këto u marrin mendjen njerëzve në fushat. Ati ju kthye kundër, ju kthye bumerang. Ky rast. Po disa raste kanë funksionuar. Dhe unë nuk do ta shifja lëvizjen e neomalsores si një lëvizje politike. Ishte artific, mbetet një artific. Një individ që ka marrë vendimet e veta, nuk po gjykoj vendimet e saj. Fenomeni politik. Pesh do kishte, drejtësia nëse në PS do kishte më shumë debat, po jo debat për debat, po debat me ndarje të fortë, si ato që filloi deri diku Braçe, apo deri diku dhe Spiropali. Këtë lloj fryme unë nuk e shoh. Edhe për një arsye se vedia kolektive e Partisë Socialiste, duke ardhur nga Partia Komuniste e Punës e tjera, është shumë më e fortë vedia e grupit. Pra ti duhet të sakrifikohesh për grupin. Ti nuk je lojtari që trashëginatori që tërheq gjithë ekipin. Është ekipi që nxjerr rezultatin. Dhe ata kanë një përvojë që duhet ta kishim mësuar në demokratët që lideri është me afat. Ata u mësuan, masi e vran njëri tjetrin me pleniumet e partisë, e bën cop njëri tjetrin. Masi kemi parë skena makabre të tipit kur Enver Hoxha I thoshte tek Adrias Biut, propozojmë të ta arrestoj, dhe I thoshte mirë, partia ime më arreston. Ne erdhëm te momenti kur elita politike e tyre në thënjishin, iku e gjitha në blok. Iku gjithë byroja politike, gjithë komiteti qendror, dhe ata zgjodhën një ekip krejtëri. Për një krahasim që thash, edhe ata me profesorat, sepse kuptuan që energjia ishte ke studentët deri rinia. Të gjithë 15 veta sa kishte kryesia e Partisë Socialiste atëherë, vetëm drejtori Golli ndoshta sjepte mësim. Të gjithë ishin tërhoq, ndojti deputatë pastaj dolin punë vetë. Por të gjithë ishin në profesorat. Ishin njerëz që vinin nga pedagogë universitetesh. Ishin të pranueshëm. Pra ndryshuan elitën politike. Iku Fatos Nano. Humbi, iku. Edhe enturazhi I tij iku. Iku dhe enturazhi I tij. Erdhi Edi Rama krijoi enturazhin e vet. Pra socialistët janë mësuar që lideri është me afat, ikën vjen një tjetër. Rama e ka kufizuar, e ka ngushtuar hinkën për një proces politik brenda tyre, dhe ky është rreziku që kanë socialistët dhe Rama vet. Sepse kur krijon këtë shkëputje kaq të madhe nga ajo makineria që quhet parti, atëherë ti e rrezikon shumë shpejt që të vish një ballafaqim ku mbetesh vetëm. Dhe partia të zbon në forma nga më të ndryshmet. Vetë Edi Rama ka qenë nga ata që ka ndikuar për ta zbuar Fatos Nanon, jo nga partia, por dhe nga pushteti. Edhe nga psikologjia, bila. Të gjitha, patjetër. Dhe kjo gjë nuk ka ndodhur ke Partia Demokratike, për fat keq. Te Partia Demokratike janë bërë si madje në PS. Ishte ai filmi Forrest Gump që vrapon ai dhe I shkonin njerëzit nga mbrapa për qëllime të ndryshme, dhe në një moment ai tha, u lodha, tha do ikë të fle.
Edhe ata ngelën pa lider dhe nuk dinin ç'të bënin. Partia Demokratike rrezikon të shkojë kështu. Partia Socialiste ka të tjera mekanizma, po të rrezikuara shumë. Unë mendoj që Edi Rama problemin më të madh që ne jemi me godinën, jo me udhëheqësin. Po, ata e kanë këtë formim. Unë shoh që rreziku më të madh dhe do doja të ndodhte është që kjo protestë të merrte përmas tjetër dhe të mos menaxhohej nga agjendat, po të merrte një përmas qytetare. Kam frikë se Rama po e than partinë në një farë mënyrë nga talentet, duke futur gjithfar nga njerë qyfyresh, si Neo Malsori, apo s'është vetëm ajo, janë disa. Dhe tharja e humusit, kur rriten këto, mund të rriten talente, mund të çojnë atë që edhe kjo parti 80 vjeçare, 35 Rama, po është 85 vjeçare, duam, mund të vi, mund të thahet, edhe çdo lloj peme ka një cikël, sa do jetë gjatë, thahet, bëhet një shkak, mungesa e diellit, mungesa e krasitjes, pra ripërtritjes, mungesa e plehut, vjen momenti thahet. Ati do t'i kthehet, jam i bindur në bumerang, distanca që ka krijuar me realitetin, distanca që ka krijuar me strukturën e tij politike. Sepse edhe imponimi i ministrave, pa në i karrierë politike, është një nga format që vret politikën. Vret ambicet për karrierë, vret bisedën politike. Shumica atyre ministrave nuk janë në gjendje të bëjnë një bisedë politike. As si kjo që po bëjmë ne. Dhe imagjino të kundërshtojnë Ramën pastaj. Dhe një qeveri jo politike, e lidhur vetëm me liderin, rrezikon të jetë një qeveri që shpërbëhet në çdo sekond. Unë do uroja të ndodhte sa më shpejt, sepse i ka pasur të gjitha mundësitë Edi Rama të shpërfaq zotësitë e veta, projektet e veta politike. Por unë shoh fatkeqësisht që projekti i tij vetëm politik ngelet jo thjesht gërdeci me investimin e luksit, po estetizimi i politikës, i jetës shoqërore. Sheshet, po është një gjë shumë e mirë, rrit cilësinë e jetës. Nuk të mbush barkun, po të bën të ndihesh mirë. Por kjo ka shtruar. Se këtë ka bërë sekretar bashkie, dhe akoma merret, kthehet mbrapsht ke Lana. Ishte kështu e bëra kështu. Jo, Lana mund ta bësh. Këto janë gjetje të natyrës materiale, i ke bërë shumë mirë, po të duar trokas. Por në 13 vjet ke pas kohë mjaftueshëm të projektosh strukturën ekonomike të këtij vendi. Ne akoma dhe sot nuk e dim, po të na pyesi një huaj, çfarë ofron Shqipëria? Pra në këtë pazarin e Ballkanit, dyqani Albania, çfarë shet? Çfarë servir? Çfarë prodhumesh ka? Pra, kjo nuk mjafton. Ne kemi burime natyrore për bujqësinë. Unë jam i bindur që ne nuk i marrim bujqësisë, as 10% asaj do duhet i merrnim. Ne nuk i marrim shumë sektorëve të tjerë atë që mund t'i merrnim. Se ne mund të kishim prodhu në 10 vjet, mund të kishim shtuar prodhimin e vajit 5 herë, nëse do kishim politik. Edhe nuk e certifikojmë dot për ta eksportuar. Ky është problemi. Do duhet kishim filluar ta certifikonin, sepse ka një proces, po nuk merr më shumë se 10 vjet procesi që nga fara, mbjellja që të jetë i certifikuar. Pse nuk e kemi certifikatën? Se do hymë në BE. Po hymë në BE, do të mbyllen gjitha dyqanet. Standardet e higjienës, standardi i prodhimit, e shumë gjëra tjera. Kjo gjë është e pafalshme që mbasi ke ne 13 vjet në pushtet, nuk e ke bërë. As nuk e ke nisur ta bësh. As nuk e mendon. Cilët janë kapacitetet natyrore që ne kemi që nuk i kemi shfrytzuar. Cili është kapaciteti i produktivitetit shoqërisë? Duam bie vetëm një krahasim, Bardh. Izraeli ka 20.000 km2, nga cilat mos gaboj, gjysma është e mbushur nga shkretira e Negevit, e cila, ndoshta edhe më tepër, dhe mban 10 milion banor, madje është eksportues në bujqësi, ndërkohë që neve kemi 28.000 km2, pra kemi 3 herë sipërfaqe më të madhe se Izraeli, 4 herë nëse kapim atë pa Negevin, dhe kemi një popullsi 4 herë më të vogël se Izraeli dhe ende importojmë nga Maqedonia, që këtu duhet të bjerë sirena e alarmit. Dhe kjo e kisha. Në bazën, le pastaj që Ukraina ka krijuar në 4 vjet luftë start ape që
po i jep mend Amerikës nën bomba, dhe neve nuk kemi një universitet i cili të jetë si një qendër ekselencë kërkimore shkencore. O të paktën për të prodhuar faramisri, palere të tjera, barja të tjera. Sepse nuk ka një strategji për ta zhvilluar ekonomikisht vendin, ka një qeveri që merret vetëm me estetizimin, pra me zbukurimin, nuk e them në kuptim të keq. Bravo qoftë e ka bërë. Po ta bëj drejtor këtë. Por atë bën kryetari i bashkisë. Ti si kryeministër sot nuk më thua dot çfarë ndërhyrje ke bërë ti nga ato që quhen ëngjëjt e biznesit. Për biznesin. Cili biznes në Shqipëri ka marrë, si thua, një spunto, një ngacmim, një përshpejtim nga politikat e qeverisë dhe sa është kjo rritje? Këtë do doja unë të dëgjoja nga kryeministri. Kishim kaq prodhim vaj, kemi kaq. Kishim verë me këtë, kaq e këto litra, sot janë kaq e këto litra. Prodhonim çimento kaq, do prodhojmë aq. Ti edhe mund t'i ulësh, mund të thuash disa sektorë nuk të duan. Edhe unë nuk jam dakord me pretendimin që ne, me që kishim dikur industri kimike, do kemi dhe industri kimike. Mundet mos kesh kapacitet, mund mos kesh interes për gjë të tillë. Mund mos kesh burimet njerëzore për këtë punë. Tash mos i kemi. Por kthehemi tek gjëja, sektor të ekonomisë, që jo thjesht që duhet të jenë prodhim, rrinë në shërbime po deshe. Po çfarë ke rritur nga shërbimet përveç hotelerisë? Po pra, ne kemi bërë hotelerin, ndërkohë që 80% e paras që fitohet nga hoteleria ikën në import, për të importuar... Pra ne bëjmë turizëm shqiptar me domata Maqedonie. Me domata Maqedonie. Me verë Malizi. Me fruta greke. Kjo nuk është strategjike. Kjo është e përkohshme, është aty për atyshme. Që ti ishte strategjike, ti do kishe gjëra që lidhen me identitetin. Se ndodh dhe një gjëra, ti hap këto si punë pazaresh të vogla që bëhen këto market, që janë nëpër qytet me tezga kështu të bukura. Ta çarikullojnë prodhimet Turqie, Indie, edhe ne ishin për shqiptare. Rrezikat e qeleshet prodhojnë gjikundi tjetër. Po, edhe ato që vijnë në frigorifere, si quhen magnetet, janë prodhuar ankin. Në rregull jemi. Bart, unë falenderoj për bisedën. Shumë faleminderit për këtë mundësi. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.